Azia pi bën. Mban emrin e xhaxhait të tij, i cili vdiq afër 2 vite para se të vinte në jetë. Fari Fazliu është një pi dëshmorëve Fari e Bari Fazliut, të cilët u flijuan për lirinë e Kosovës. Jetën ja falen adheut në kohë e vend të ndryshëm. Liu me afrim Zhitin në vitin 1989 me 2 nëntor, këtu ku jemi në këtë banesë, po nga kjo dritare, kanë zhvillu luftën dhe janë vra masanej në hyrjen e 6. Po ashtu vllai tjetër i Fahriut është Bahriu, i cili ka qenë pjesë e luftës, i cili është ra në kufirin Shqipëri-Kosovë-Malizi me 7 maj. Në ditën e dëshmorëve të kombit, Fariu kujton vargjet e poezive të xhaxhait të tij, i cili përveç që ishte i pushkës, ishte edhe njeri i pendës. Bahriu i ka disa poezi ku thot: çdo gjë që intereson të dini për dëshmorët, esin në rrugën e tyre. Po e ka dhe tjetërën, edhe vdekjen do ta puth kur lufta këtë do ta kërkoj, edhe nga varre do ngrihem e luftën kur do ta pushoj. E këtë vit, ditën e dëshmorëve Fariu i ri po shënon më ndryshe. Kjo pasi tash e 5 muaj, babai i tij Fadil Fazliu është i paraburgosur në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Po ndryshe nga vitet tjera, si vjet dita dëshmorëve për mua ishte pak më e rëndë, se s'ishte prindi im i cili gjendet në Hag, padrejtisht me të tjerët atje. Po jem shku edhe në dorëzohem apet vizita, mësafer po, kanë thirrë apet që do të vinë mbrëmje. Po apet vizitat i kemi bë, po jo si me ta, sepse shtylla e familjes apo i pari gjithkohon pak ma zë. E telefonat për këtë ditë pati edhe sot nga Haga, ai për të vënie ka treguar edhe porosit e babait. Ka thirrë të nana, kemi diskutuar, tha, sot është një ditë e madhe, është dita dëshmorëve. Ka uroja shokëve shoqërisë, shko bëne vizitën qyshe kam bë, tha une, shko të varrezat, të vëllezërit, të shokët e vëllezërve, sa ata i kam si vëllezër, ata i kam pas gjithë edhe luftë. Në fund, Fazliu kërkon që familjarët e dëshmorëve të trajtohen më me dinjitet dhe të respektohen nga institucionet e vendit.